Në këtë video do mësoni si të bëni hamburgerin më të mirë në botë. Plak, shifeni i çik. Është i madh sa koka ime. Një 1 kg e gjys, kështu që shifeni këtë video deri në fund. Bëni like, shpërndajeni te çdo njeri i mundshëm dhe le të vazhdojmë. Nëse në këtë moment do shkonit në fast food, qa ushqimi do merrit? Sufllaqe, hamburgera, ku ta di unë, në gjë tjetër? Besoj se gjithë e dini që hamburgeri është një nga ushqimet e shpejta më i famshëm në botë. Edhe çfarë do bëjmë ne sot? Do e gatuajmë plak. Mirë se vini te një episod i ri i shtëpi versus fast food. Ku unë nxjerr krejt sekretet e fast foodeve, do krijoj ose do bëj hamburgerin më të mirë në botë plak, duke i lënë targat fast foodeve. Prap i hap luf krejt fast foodeve. Ky është mikrofoni im. Sfida është tepër e lehtë plak, do gjejmë hamburgerin më të mirë në Shqipëri, edhe unë do e gatuaj më mirë. E let fare apo jo? Pa humbur kohë po ju them, shifeni këtë video deri në fund sepse është lot, edhe do mësoni shumë gjëra të reja dhe do mësoni si me bë hamburger. Dhe gjithashtu mos harroni të bëni like ose subscribe, se siç e shihni na rikthy me video. Par dje kam bë video plak, sot po bëj video prap. Çashtu lol valla. Nëse se keni pa videon që kam bë me Danin sfida për 1000 euro, ju del këtu diku, nuk e di. Prisni pak, kam një surprizë për ju. Po vjen videoja mbi jetova 24 orë me fast food, kështu që po ju them në këtë video, shpërthejeni butonin like, shpërthejeni butonin subscribe edhe shifeni këtë video deri në fund. Dhe direkt dola për të kërkuar hamburgerin më të mirë në Shqipëri. Bëj shaka se e porosita. Okej, kam porosit 3 hamburgerat edhe nga ato 3 do gjejmë se kush është më i miri, edhe për momentin duhet të presim sa të na vi porosia sepse nuk shkum vet domethënë i porositëm. Edhe po duhet me priti çik. Erdi porosia. Okej, këtu kemi 3 hamburgera siç e shihni. Njëri ka bë 7 euro, ky ka bë 6 edhe ky ka bë 7 euro përsëri. Okej, do i provojmë secilin prej këtyre që në fund të nxjerrim konkurrentin ideal për hamburgerin tim, hamburgeri më bob në univers. A jeni gati plak? Ta shohim çfarë shije ka. Normalisht si hamburger do e ketë shijen, po e kam llafin. Do i vlerësojmë secilin. Mirë. E kam dhi racën o plak, e kam çu deri në gjys. Nëse shija është okej, ndjehen gjithë komponentët e saj, gjithë ingredientët, qoftja, sallata, salca, çka tjetër qep, nuk e kam ide. Edhe simitja duket që është e bërë vetëm në shtëpi, është e bërë vetë nga restoranti domethënë. Nota 7 nga 10. Tani do provoj këtë hamburgerin e vogël. Jeni gati se i vogël është o plak? Prit derë se nuk jam fokusuar mirë plak, prit. Okej, kësaj nuk e di çfarë note mund t'i jap. Pra, janë gjitha nga kaçkavalli. Ore kjo s'kishte kaçkavalla plak? Po m'duket mungon sallata dhe qepa, kështu që po jap notën 5. Domethënë nuk është se i mungon kësaj, po se di pse kam porosit kështu o plak. Okej, jemi te hamburgeri i fundit plak. Dal të fuzim i kaç. Kjo buka që nga shumë buçko. Shija e burgerit, pra e qoftës që nga lart fare o plak. Nuk e di se çam dihet nisi salcolla, nuk ja kam pa ingredientet, po ta pasan si salcë sekrete na ingredient sekret do blaj. Keni parasysh? Hamburgeri i tretë diku te 7.5 ose 8, okej, po i themi 8 nga 10. Ky është mendimi im i sinqert, se më thu i bë reklam asnjërit prej këtyre se ju nuk e dini se ku i kam bleu. Këto as nuk kam thënë asnjë gjë deri tash. Imagjino kam marrë 18.000 lekë ose 18 euro duke ble këto treja, edhe nja 12.000 lekë do i harxoj duke gatuar hamburgerin tim me siguri. 30.000 lekë për tek video. 30.000 lekë. Ky është hamburgeri që fitoi dhe për tani po e konsiderojmë si hamburgeri më i mirë në Shqipëri. Ky hamburger mund të jetë shumë i shijshëm, por do mundesh vëlla. Imagjino un kam recetën e krebi petit. Krebi pet. Roja me vërtet kishte ëngër bukë që mëngjes dhe për pak do ikim në market që të marrim produktet e hamburgerit. Okej, tani po ikim me marr përbërësit e hamburgerit, edhe po presim ashensorin, është i njëjti ashensor që ngec plak. Okej, erdhi ashensor. Gjasat që të ngelim në këtë ashensor, që të bllokohen këtu për 30 minutat e ardhshme, janë tepër të larta. Misioni u krye me sukses. Ka ti 0. Jo, ngeci. Okej, nuk e di se çfarë duhet marr për hamburgerin, më duket se përbërësit e hamburgerit janë mish të grirë, jo, më duket s'ka mish grirë marketi, duhet me vajt ke kasapi. Okej, më në fund, prita dukem aty. Okej, më në fund kena arte marketi edhe o plak, pse është qa dreqin është kjo këtu? Kena arte marketi më në fund edhe do marrim kastraveca turshi, simite, apo nuk ka simite këtu, ku janë simite të plak? Për hamburger duhet
domate, prap domate nuk kanë market të plak qem tu. Okej, morëm këtë turshin, kjo na duhet. Do të marrim dhe kaç kavall plak se tash më kujtu. Jam këtu po pres po vjen askush. Po s'ka vitirik ne o plak. Gudash për hamburger? Okej. Bëj ca feta, se veç për hamburger e dua, kuptoj. Okej, kamera është çik shtrëng, po do marr si mitet, nuk e di si do i marr plak. A ma jepni si ato dorezat, lutem? Tani misioni i dytë do marrim si mitet plak. Nuk e di pse po e bëj kaq dramatike. Perfekte o plak, Okej, ka ardhur momenti i shumë pritur plak. Tani do shohim se si do gatuaj un hamburger. A jeni gati? Besoj se po, sepse edhe un jam gati plak. Me zër pres ta gatuaj këtë hamburger. Do se si për 1 minutë para se të heqesh nga tigani. Në grill, piqe 4-5 minuta për anë në temperaturë të lartë. Mbillo. Montimi i hamburgerit. Ngrohe pak bukën në tigan ose grill. Se be shaka, e kam seriozisht. Dita bëj një hamburger. Merrni dhe ju shembull, shifini deri në fund këtë video dhe do mësoni si të gatuani hamburger në shtëpi. E kam seriozisht, hamburgerin në shtëpi është më i shëndetshëm se sa ato në për fast food, kështu që shifeni me vëmendje këtë sfidë. Shifeni me vëmendje këtë video. Okej, kena marrë tërë këto gjëra plak. Kryesorja kena marrë mish të grirë plak, nuk e di pse kena marrë kaq shumë, mund të jetë një 2 kg këtu. Pse ka marrë 2 kg mish? Pastravecat ose pickles, tabasco, nuk e di, është opsionale. Kaçkavalli, Philadelphia, se ne I bëjmë hamburgerat me Philadelphia, nuk e di pse. Okej, kemi tërë këto. Prit. Kemi dhe qepën, prit se ka marrë domate. Si fillimisht do bëjmë qoften plak, do bëjmë qoften më perfekte, do e bëjmë sa më të madhe të mundshme që të jetë shija bom fare. Do e bëjmë hamburgerin me një 8 kate plak, ose si dihet, mos t'ia fus kot. Na duan thërrime buke. Mbaj mend kur kam qenë I vogël, babi hidhte thërrime buke që qoftja mos të shpërbëhesh kur skuqesh plak. Kam futur një bukë atje po theket, kështu që sa të theket buka do prejmë qepën. Tani duhet ta presim qepën sa më të vogël të jetë e mundshme plak që t'ja hedhim qofteve dhe të bëhet perfekte apo jo. Prit. Po rekordo kamera? Normal. Dal, se më na digjet buka plak. Nuk e di se çfarë të bëj. Ju që dini me gatu ma bëni halal, e di, mund të jetë shumë e shpifur kjo pamje që po shihni mënyra si po prej qepën sikur jam me tmeta. Nuk e di, qepët janë shumë të mëdha kështu, holla. Darse do I bëjmë vogla fare. Nuk mundem më mirë rri larg. Se kam seriozisht, së vazhdoj do të më kështu. O lale, kam seriozisht rri larg se më vdiqe. E kam thënë 500 herë dhe do e them 500 herë, bëj like plak se siç e shihni jena rikthyer me video dhe mu po m'vjen për të qaf disha. Si është bo veni me rob shtëpive, ma gjet shtëpis venin kështu. Nuk shihni mo video nga unë plak, sa të keni jetë. Shumica e qepës ka ikë për lesh. M'vjen shumë keq qepa, u doq buka olla. Tani thjesht do ta bëjmë thërrim apo jo. O lale, shi sa kena bo, a thua është bollo plak? E di, shumica për jush mund thonë që s'kam veshur bluzën e sakt për gatim. Jo, u premtoj që episodin tjetër do e gjeni përpara se dhe do e vesh, por komentoni se qa ushqimi doni që të gatuaj herën tjetër, patatina, sufllaqe, duart I kam të lara, ose vrisni menje. S'keni për çfarë vrisni menje njerëz, se nuk është se do e hani ju hamburgerin, a kupton. Po ma kaq, besoj se është fikso plak. Për zotin me bë kaq qofte, a di sa lart është, ose prit I shtojmë dhe I çik. Qepët më të vogla, më timta, jo këto s'janë të vogla plak. Nëse I kam hull ca, kaq besoj janë fiks. Mundojmë ti përzij gjitha bashkë edhe imagjino, kjo është qoftja që do dalin në fund o plak. Duart I kam të lara. Me rob shtëpie tani është bo mega. I hudhëm dhe këto gjona atje shile. Kopër besoj, apo majdanoz. Kë I hedhim dhe I çik krip. Kjo copa e madhe e mishit besoj se është gati, pra është qoftja jonë plak. Dhe normalisht e pastrova tavolinën se normal o plak, vinë shtëpi sa kuptoj e pastaj si kina punë të mirë, a kuptoj. Sina mirë. Ke pastrum dhe venin, siç e shihni, 2 mega qoftet janë gati për të skuqur. Do I lejmë çik këtu që të marinohen aty brenda, të marri mishi shijen e gjonave të tjera të qoftes, jo të qoftes. I fusim I të prej me kësaj, bravo. Do bëjmë gati gjonat që do e mbushim plak. Okej, këtu kemi kaçkavallin, prita hapi vrat. Merrni me mendo plak ato hamburgerat që provova unë fillim që I kisha marrë nëpër fast food kushtonin rreth 7.000 lek, 6.500 lek mesatarisht, ndërsa ky hamburger që unë po bëj sot bëhet për vetëm 6.300 lek. Okej, duhet bëjmë çik kujdes me qepën se kam hall se do na kushtoj prap një çame të freskët, kuptoni? Se vetëm 2 feta na duhen qep se ka qep edhe qoftja. Okej. Një fet qep, prit se duhet ja bëjmë kështu që të dalë ajri besoj. Okej, mora një kastravec turshi dhe I presim edhe këto
fije të holla. Po çe këtë qoftet me uskuq edhe për pak do shihni magjinë e vërtet. Shife sa super kanë dalë këto qoftet që kanë bërë në shtëpi plak, edhe tani do ja vendosim hamburgerit. Momenti kulminant, atë që mbaja mikrofoni nuk është më ajo, se e përdora për të kthyer qoftet, po që kemi katin e parë të hamburgerit, do e lyejmë me Philadelphia, i fusim të lyejmë mirë. Momenti perfekt plak, momenti perfekt. Si ja kam iden, besoj se duhet vendosen këto pickles, të kastraveca turshi, dal, avash, u prit se kam vendosur të keqen o plak. Okej, perfekt. Kaçkavalli sipër, 2 feta kaçkavall, lale. Perfekt lale. Tani do i vendosim një domate këtu sa për dekor, nuk ja kam ide. Okej, kati i dytë, çfarë do vendosim këtu? Kastraveca turshi përsëri dhe në fund çoftja finale. Bravo Toli! Prit se do vendosim qepën një herë, vetëm një qep, nuk e di pse kam bërë ka shumë qep. Që kam bërë olla, prit se kena harru për bërsin kryesor, priti çiko plak. O lale. Shifeni hamburgerin plak. Mund të jetë një 1,5 kg hamburger olla me rop shtëpie. 70 çfarë vlerësimi i jepni? Edhe sa mendoni se duhet kushtonte ky hamburger nëse do e nxirrnim në shitje, se kam ide. Shifeni olla, shifeni çik për zotin, dal. Hamburgeri më i madh se koka ime, mund të jetë një 1,5 kg o plak. Plak, si mundën ta haun tër këtë hamburger o plak. Ky hamburgeri për 2 sekonda në vazhdim do jetë i sakatuar. Lale vdiqa. Shihemi në video tjetër.